Ilir Ali Mehmeti, Aulon Kalaja, Lisander Hoxha, Mimoza Hajdarmataj, Iliriana Kuçana, Shkëlqim Shehu, janë disa nga kandidatët e parë të Aleancës Shqipëria Madhështore që shprehen mosbesim ndaj procesit të numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ata ishin pjesë e listës së hapur dhe nuk fituan, duke qenë se janë të bindur se kanë marrë më shumë vota dhe për këtë pretendojnë se kanë prova, u ankuan në KQZ. Po në 30 maj, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën e tyre për rinumërim të votave. Veç Ilir Usmailit, të gjithë anëtarët e tjerë të këtij komisioni, të majt dhe të djathtë, vendosën që kërkesat të mos shqyrtohen me argumentin se ato duhet të bëhen nga subjekti politik që ata përfaqësojnë dhe jo individualisht. Ali Mehmeti nuk u dorëzua, por çoi për ankimim këtë vendim pranë kolegjit zgjedhor gjyqësor, po kështu dhe Shkëlqim Shehu, ndërsa Aulon Kalasi dolën në krah, balli kombëtar dhe Partia e Legalitetit, të cilët kërkojnë rinumërim të votave të tij për qarkun Durrës. Pas hedhjes së shortit, kolegji gjyqësor zgjedhor njoftoi se gjyqi për Ali Mehmetin, Kalan dhe Shehun do të mbahet në 12 qershor në gjykatën administrative të apelit. Veç kandidatëve që duket se betejën e kanë me të vetët, në KQZ u ankua dhe Partia Demokratike, që pretendon se kundërshtarët ju kanë vjedhur votat. PD kërkoi rinumërim në të gjitha qarqet. Në 7 qershor, Komisioni i Ankimimeve pranoi rinumërimin për qarkun e Tiranës dhe Dibrës. 1282 kuti të Tiranës dhe 44 kuti të Dibrës do të rihapen dhe rinumërohen. Një tjetër aleat i Berishës, Ilir Meta, që vetë nuk fitoi në këto zgjedhje, ka rezerva për Kavajën. Tedi Blushi depozitoi në KQZ në 2 qershor një kërkesë për rinumërimin e fletëve të votimit të Kavajës dhe të disa fshatrave të kësaj bashkie. Ankesa patën edhe nga Kampi Roz. Blerina Gjulameti u duk më e zhgënjyra, por si ishte e vetme, u ndoq nga Etilda Gjonaj dhe Xhemal Qefalia. Mos i hyni asaj rruge, mos humni fytyrën, 0 shanse për devijime vote. Ky mesazh i Edi Ramës ju ndali hovin dhe ata nuk ju drejtuan KQZ-s për rinumërim votash. Mirë brama dhe mirë se erdhët në 360 gradë, siç edhe pat në hyrjen ata që janë besnikë dhe në ndjekën dhe nuk janë pak, ka një gjykim të mbetur pesull, do a thë, sepse kemi gjykimin e votës së shqiptarëve, kemi dhe pastaj ata që numërojnë, kemi pastaj ata që mbas numërimit, siç janë ata kandidatë për deputet që u listuan në këtë rrëfim që sapo dëgjuat, të cilët mendojnë që ka një trafik votash, dhe pikpyetja kryesore është që çfarë po ndodh në të vërtetë. Pra, kemi gabitje apo tjetërsim votash. Flasim për Partinë Demokratike në këtë rast, dhe me që kam të ftuar zotin Ali Mehmeti, më mbrëma Ilir. Më mbrëma. Mirësejellë, doktor njohur, dhe një nga kandidatët më brillant, do thonë, Partisë Demokratike, një që u shua së mos në zgjedhjet primare, dhe mendoj që ti ke një kauzë që çon përpara dhe kjo kauzë ndoshta do të jetë shumë domethënëse për të kuptuar se çfarë ndodh me votat në përgjithësi, se dëgjojmë të akuzat e përgjithshme, vjedhje votash e tjerë, por në këtë rast kemi të bëjmë me tjetërsim apo me gabitje. Për të dekriptuar këtë situatë dhe për të kuptuar çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, sepse kemi 120 minuta vetëm me këtë, me votat, me trashëgiminë e Partisë Demokratike, me çfarë do ndodhi me opozitën, kemi dhe deputetin Dashur Sula, më mbrëma deputet. Mirë se erdhe në 360 gradë. Do në ndihmoja Anduena Dhabane për këtë dekriptim, më mbrëma Anduena. Mbrëma zhe, me se gjë. Dhe gazetare politike Çona Ekonomi, më mbrëma e so. Mbrëma zhe. Tani, në pjesën e dytë, do a kemi akoma dhe më të thelluar, do kemi të ftuar tjerë, do jetë Elida Bozhegu dhe Lajrit Vasili, për të kuptuar ku vadis, pra ku po shkon kjo opozitë. Me jeta, do të përqendrohem në këtë minutë të parë tek zoti Ali Mehmeti dhe ke kauzën e tij juridike për rinumërimin e votave. Supozo, zoti Ali Mehmeti, se jemi njerëz që vim nga një planet tjetër, pa them thojza, dhe nuk dim çfarë po ndodh. Kush është dyshimi jot, sa i arsyeshëm është dhe çfarë ndodh? Unë mendoj pikërisht kundër, mendoj që njerëz nuk vinë hiç nga një planet tjetër. Shko te kafja më afër që ke poshtë shtëpisë, poshtë punës e me radhë,
njerëz janë shumë të qartë se ku jetojmë dhe çfarë realiteti kemi. Është fatkeqësi që neve në 2025 vazhdojmë diskutojmë, bëjmë dot, s'bëjmë dot zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kujtoj që kemi aty në krah Kosovën shumë shtet shumë i ri në kohë, me të ardhura më të takta, po shqiptarë janë dhe ata e me radhë, i nxjerrin rezultatet shpejt e shpejt, nuk kanë as kontestim as gjëra, ne po na shkon një muaj nga votimet dhe akoma numërimet nuk janë numërime. Nësi, rast sistemi dhe atyre hangën më syne. Rast sistemi të sajë... E vërtet është. Po në krasim me këto tonat që nga ka shku sot data 9 qershor, zgjedhjet janë bë me 11 maj dhe ende KQZ-ja s'arrin dot me numëru votat, këtu diferencat janë mëdha. Ata kanë bërë një numërim, po ti s'je dakord me atë numërim. Jo, kaloj me radhë, po pse s'jam dakord, se s'ka ditë me bë herën e parë, se po ta kishin bë herën e parë në rregull, ne do ishim në rregull. Po, partia jote, më fal, zoti Arimi, partia jote nuk pati kontestimin në lidhje me votat për ty. Kishte në rang republike, po për ty madje në fillim ti bëre goxha betej që të fitosh të drejtën për dy gjërat se janë dy gjëra të ndryshme. Pra edhe po ta shihni kodin zgjedhor, edhe po të shihni praktikën se si u numëruan, radh parë u numëruan mandatet. Po. Dhe subjektet politike patjetër ishin kryesorët pranishëm në këtë proces. Pra u numërua hera parë vetëm mandat sa mandat dhe këtu është dhe interesi publik. Pra kush fitoi zgjedhjet, sa deputet dolën në Tiranë, sa në Durrës, sa në Elbasan, me radhë. Ky është interesi publik. Mbaroi ky i pari. Iku. Në fazë të dytë numëroheshin kandidatë e listës preferenciale, listës hapur. Së radhë parë ky është një sistem zgjedhor për mua po e quaj hibrid që ta lavdroj, se nuk di çfarë fjalë duhet më thon. Ditën e parë të mundshme që do hedhën kosh dhe nuk janë fjalë që i them sot se i kam thonë qeverin e kaluar. Se trimat mas lufte nuk është se i kam shumë qef. Po. Kalojmë ke ky moment, ishin kandidatët moment e dytë dhe ky proces zgjati për Tiranën rreth një javë më shumë se një javë, me raskapitje, me lodhje, faleminderit gjithë aty në numëruesve e vëzhguesve, e gjithë njerëzve që u morën me këtë punë, se 10 ditë numërime, me thon drejtën, unë nuk e di se çfarë procesi është ky, po proces nuk mund ta quaj. Dhe patjetër gjatë procesit, ne patëm indicie të caktuara për parregullsi të ndryshme. Patjetër partia interesohet për subjektin politik dhe interesohet për mandatet, kandidatët e listës hapur patjetër interesohen kryesisht për listën e hapur dhe për votat e tyre personale. Vërtet jeni listë hapur, por nuk jeni një parti UFO, jeni Partia Demokratike. Jo, po kemi detyrat tona secili, është si një orkestër, secili ka veglën e vet që bëj harmoni. Ku e parashtron këtë, po tani lista hapur e Partisë Demokratike, e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, apo? Dhe edhe numëruesit e votës preferenciale ishin po ashtu të Partisë Demokratike, nuk të ndryshuan numëruesit, nuk numëroi PS-ja më brapa. Jo, është një Partisë Demokratike, një Partisë Socialiste, një Partisë Socialdemokratë dhe një Partisë Lirisë. Kjo është trup që numëroi partinë. Nuk ndryshoi kur u numërua vota preferenciale. Po ja, pra ke gabim, ndryshoi. Doktor, formula është e njëjtë, PD-ja ka pat komisionere numëroi formula është dakord jam me ty. Njerëzit ndryshon. Okej, po të Partisë Demokratike ngelen gjithsesi ndryes. Jo, 1 nga të 4 është i Partisë Demokratike. Edhe një i Partisë Lirisë që është alati juaj. Dakor, për parti tjetër. Po edhe një mjafton për të ruajtur votën tuaj. Po bëjmë një debat të panevojshëm, se është e kotë. Është e qartë, e kemi ditë, është një gjë e rëndësishme, ky është thelbi. Ju ka shitur partia juaj, ju kanë lidhur kolegët tuaj të partisë. Zoti Zhej është një tjetër, po mundohem ti përgjigjem. Pastaj po ju pëlqeu përgjigja, vazhdoni juve po. Kjo është përgjigja ime. Dakor, ti kuptojmë. Po. Dhe në moment që bëj numërimi i votës preferenciale, patjetër ne kishim indicet tona të caktuara. Pse? Kishim vëzhguesit tonë të pranishëm. Mos harrojmë që kjo Shqipëri kaq është, njerëzit gjithë njihen, gjërat vijnë informacionet. Kërkova në atë moment, unë po dhe shumë kandidat tjerë me stadium. Cilat ishin informacionet që të erdhën, që të zgjuan dyshimin e arsyeshëm që diçka jo e saktë po bëjnë në numërimin e votave të tua personale? Se tani se kush po i merrte? Se kush po i merrte? E thash me elegancë, se unë do të ndjek elegancën në Ali Mehmetit, dhe kush për trafikon të thuhet saktë, shqip. Se ne kemi indice, se aty ke kafje, ku thati unë fillim, se ma kundërshtohet dhe mirë bërë, te kafja qaston se ku kanë shku votet tua. Ne i dim, po i dim ke kafja, s'kemi prova. Atëherë në qoftë se i din, janë rregull njerëzit. Jo, unë tani ke, po s'mjafton kafja, ky është problemi, do të institucion. Në logjikën time dhe në funksionin tim, unë nuk funksionoj vetëm me fjalë, kërkoj faktin, i kërkum KQZ-s pamjet dhe verbalet, materialet filmike, mbasi pam rreth 5% po themi afro, 5% diçka më shumë ndoshta të kutive të Tiranës, ku ne kishim dhe indicet, realizuam që po qëndrojnë disa gabime,
dhe me këtë kërkesë në shkum kas. E quhet gabim ju këtë. Do të thënë, këtë quhen lapsus atë thotë. Jo trafik. Ato ti vendosi pastaj institucioni si i quhen. Unë gjej që kjo votë që neve shohim në video Se qesa ndua. nuk reflektohet. Trafik apo Qishme aksident? metaforën të ndërsh? Po është trafik apo është gabime? Sa e bukur që thot gabime. Për gjumje. Ha? Për gjumje. Atëherë edhe i herë, se pastaj me fjalët po ta jap unë ato qëndrimin tim. Po se dua unë. Jo, mund të ketë për Unë më gjumje, mjafton se kjo dy që thotë se natës, ka shumë ironi të hollë brenda, po e ke British atë ironinë se ke shqiptarë që mirë e ke. Për sa kohë? Si se thot, gabime, bën se ka gabime, njerëzit edhe a do ndasën bëjmë sa se i gjumi, numërime. që ka zhurë. Matë shumë. Atëherë, Po thotë se... atëherë, një sekond. Një sekund, oke. Nëse neve gjejmë, se unë vi nga një fushë është epidemiologjia, Po, ku nëse gjen probleme në 5% të kampionit, dhe ke marrë një kampion, se si ke marrë do të gjitha, sa që shkoan dispozicion, atëherë kërkon me të drejtë dhe ngren avancon tezën që këto probleme mund të jenë dhe në pjesën tjetër po. të kutive, apo jo. endemike, Po, absolutisht, kjo është realiteti, me këtë kërkesë Ne ju themi një drejtuam shqivet pasër e themi kështu. Nuk është se thonë që të bëjmë xhiron e botës që të vërtetojmë që qielli është blu. Se da duhet ta që të kuptojmë. Ishte edhe nga Shqipëria, që është blu. Shofim blu. Nisë. Ose nga Tirana, fakt. Dhe në këtë moment që neve jemi, ne bëm kërkesën tonë ashtu siç ta lejon kushtetuta dhe ashtu siç ta lejon edhe praktika institucionale. Po Partia Demokratike pse s'ishte dakord? Jo, Partia Demokratike ishte Së dakord. mbështeti. Ishte dakord. Po si jep autorizim? Nuk e pa autorizim, pra tani ma thuaj që më fal, Jo, ose për këtë kjo pastaj ishte kleç kështu budallik i Jo, momentit. Shkoti që ka bë Blybashi me të Liga budallik dhe transmetim votat i njëruar. Njëra ishte gabim, njëra ishte gabim. Tjetra ishte kleç. Ndërkohë do të ka marrë 18.000 vota. Një sekond. Po Një njeri që ka 18.000 vota personale. Po gabim, po kleç. Një sekond. Unë kam kundërshtuar me si gjash korrik. Po doktori, ju keni humbur shpresat ndaj flisë, doktori si ka humbur shpresat ndaj flisë. 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Patjetër. Po të keni ju të përbashkët. Ka kushtuar media, s'ka Të keni përbashkët, që jeni më të preferuar të qarqive. Jo. Jeni dy më të preferuar të qarqive që tani vjeni në diskutim. Ne kuptoj se është dram këma, por ne përmbajmë me shumë. Ne po të ndjekim ty. Po ndjekim i postimin tënd. Në këtë moment unë jam komplet i fokusuar tek procesi. Procesi është ky që është. Nëse pastaj ato janë gjëra tjera, marrin fjalë tjera nga fjalori i gjuhës shqipe, siç përmendët ju, le ti vendosin institucionet përkatëse. Unë du votat shkoj atje ku ka dash votuesi që ta jap votën. Tani kjo është Dhe një, këtu më falë, se tu tani do ullë atë traun e dogana, son. Po të do flasë institucion përkatëse, ti ke një doktrin politike të linjës partisë, nuk i njeh institucion. Ta këtu është problemi tani, në qoftë se ti do njohësh vendimin e institucioneve, Po që i quhen organizata kriminale. do po të ti që unë njoh, atë Unë personalisht, Po jo ti, jo. unë jam institucional, vazhdoj i qëndroj këtij qëndrimi. institucional, Nuk je individ. Unë flas si individ. Atë në qoftë se institucionet thonë që gabimi dhe kleçka janë më shumë, dalin më flas shumë. individ. Dakor. Nuk je individ. Po ti je individ, nuk Zoti je Sula, pjesë parti. të bëj një pauzë. Flas si individ. Nëse ju se pranoni, është çështja juaj. Keni drejtën tuaj mos me pranoni. Doktor, vetëm një pauzë. Sa doni. Zoti Sula, atëherë, të përdori termin riempeti, po e them kështu se, po thënë gjua shkon aty po thënë dhëmbi. Përdori termin gabim, pra aksidental, pak a shumë, dhe kleçk. Tani çfarë po ndodh në rastin e Zotit Ali Mehmeti, po jo vetëm, se janë një grup deputetësh. Ka rrezik, t'ja them më shqip, në të dy flasim çik më konkretisht, jo me kaq elegancë, që janë trafikuar vota sepse disa persona që kanë marrë shumë vota duhet që të mbushin kutit e i tjetri që duhet më shumë neve ke shtëpia, do të qendra ke partia. Tani, sinqerisht unë e vlerësoj maksimalisht zotin Ali Mehmeti si një prurje e re në Partinë Demokratike për kaq vite që është. Kontributi është i çmuar. E vlerësoj maksimalisht zotin Ali Mehmeti dhe disa figura tjera, të cilët besoj që japin çik ngjyrë më të mirë partisë, se sa më falë atit llumit kur bëhet vaj, ka edhe purgën që i themi në katunarët, purgën, po që to janë vaj i pastër, asull, dhe që mund të quhet pastaj që hajdet, edhe mund të hahet, e ke parasysh. Ky është problemi. Por nuk mund pajtohem dot, absolutisht,
as me zotin Alimi Mehmeti, dhe as me figurë tjetër kushdo qoftë që sa do e moderuar tjetë, sepse pikërisht kjo parti ka probleme thelbësore të cilët por nuk i rej gjës në balë dhe që ti themi ashtu siç janë dhe vazhdojmë ta gjejmë gjithmonë fajin këtë të tjerë dhe jo tek vetja, kjo parti kështu do të vazhdojë. Rragapjekët i themi në gjuhën e Shqipërisë mesme dhe kur rragapjekët i përfundon pastaj ngremin në fund para se vazhdon ecja rragapjekëti. Problemi kush është? Nëse përqendrohesh se kemi shumë minutazh për këtë. Nëse përqendrohesh ke rasti deputetëve që dyshojnë ke rasti kësaj pra. Po. Unë jam i bindur që PD-ja nuk i dëshironte absolutisht të jepte mundësinë as edhe një kandidati të listës të hapur që të kontestonte numërimin për votat preferenciale personale. Po. Sepse këte e kam bindje dhe për fat mirë, të atyre dy personave aty që ka marrë këtë vendim, që ka vendosur po themi veton që do duhet hapen këto kutitë e votimit në Tiranë, në Fier së fundi dhe në Dibër, do shikojmë me sytë tonë që çfarë ka ndodhur, që nuk diskutohet që ka ndodhur probleme. Cili është problemi që ju dyshoni? Se i njohë shumë i mirë, dhe i partisë dhe i proceseve elektorale dhe të mërimit. Unë këtë gjë kam kaluar në kurrizë të vitin 2013. Kam qenë i vetmi kandidat në Qarkull Elbasani që fitova 700 vota para 5 LSI-s në Peqinin, dhe kisha edhe pjesën e Belgjit, dhe duke qenë që PD-ja humbi në atë kohë, komisionerët e PD-s u zhbalancuan, PS-s vetëm për të larguar mua nga fitore që kishim pas në Peqin, sepse gjithë tjerët kishim humbur, filluan votë, por atëherë nuk kishte mundësi numërimi zbashim, dhe gjithë votët e mia ja kaloshin kandidatit të PS, i cili iku ke LSI-ja, i cili iku ke PS-ja dhe ishte deputet për 8 vite. Do të thënë janë shitur komisionerët. Minutë fundit. Nuk po them shitje. Nuk pa qenë shitje, sinqerisht nuk pa them shitje, vlerje. Por thash në momentin që u zhbilancoi situata totalisht, humbja e madhe, trafikim votosh. Po pra, ekziston pra. Fati i mirë është, dikush është fati i mirë. Jeni politikan, por ne gazetarët mund të përdorim dhe emrin e duhur, është trafik. Gjej është që për fat mirë kemi në kodin penal tani, mbas ngjarjes 2013-s, ja parashikuar edhe kodin penal, që rasti për numëruesit kur të tërsohet vota nga një kandidat, kandidatet tjetër ka përgjegjësi penale dhe dënohen. Po, por askush s'ka shkuar në burg deri tani. Ka shkuar, në burg. Ka shkuar, jo, ka shkuar, ka dalë në kërkim në zgjedhjet 2017-s. Mos diskuto, një minutë. Po flasim ka shkuar në burg apo janë dënuar në burg, nuk po flasa ka një proces penal ndaj tij, është. Ka patur për ka qenë me pikatore, kurse se janë hapur dosit, nuk janë hapur kutit në këtë format. Tani hapja kutive 1282 kuti sa janë në Tiranë. Pra 1.900-2.000 kutina, 5.200 që janë gjithë Shqipërinë, i bie rreth 30%, a 35%, 20% sa i bie numri kutive, dhe që do të thotë që këtë herë tani, aq më tepër që në kodin zgjedhor PD-ja nuk pranonte që ne të kishim numëruesët, kishat administrata apo mënyrë tjetër, apo doshin numëruesit e tyre, dhe tani aq më tepër që nuk besojnë tek numëruesit e tyre, dhe kontestojnë numëruesit e tyre, kjo do jetë më të mërshme. Por tash, dhe numëruesit e tyre ato do i fusin burg me durët e veta. I fusin burg të numëruesit, që unë parashikoj që zgjedhjet 2023 do ketë më numërues. Partia Demokratike, se kështu si do vjen ngjarjet. Gabim, ka shkel ligjin, ato do të përgjigjen, nuk diskutohet. 2009-s. Por 2009-s, 23-shin. Fal 2027-ën. 2027 për zgjedhjet vendore ndjes. 2027-2029 nuk e dim, 2029 më parë nuk e dim se mundohen votimet. Por jam i bindur që të gjithë numëruesit PD, PS, PSD, LSI kush janë të gjithë, e kanë bërë këtë përveç në rastit të rrallë që mund të jetë pa vëmendje, por e ka bërë me qëllim të pastër. Votët Ilir Levimetit ka kaluar Dasulës. Votët e Zheti ka kaluar një personi tjetër. Dhe nëse kjo është në trend disa dhjetra, qindra vota, pastaj kjo nuk është më gabim. Nuk është lejthitje. Në konkluzionin do ta nxjerrim pak më vonë. Pra, dhe tani duhet shohim si ka shkuar procesi. Andona, qa kemi? Kemi trafik, kemi kleç, po jo, ti bëre një pyetje shumë interesante dhe ajo që unë doja të thënë prisja si përgjigje ishte që vërtet çka ka ndodhur me votat. Përveç faktit që janë informacionet që ne kemi, që janë blerë komisionerët në minutën e fundit. Nga kush edhe për kë? Nga individ. Brenda grupit. Nga grupe politike. Brenda familjes politike? Po, grupe politike që kanë dashur rezultatet, në këtë rezultat. Mund të ketë dhe urdhër,
Po sigurisht, me urdhër. Ka mund të ketë dhe urdhra. Me urdhër, se s'bëhet që pa. Jo, urdhra ndikimi nga partia për individ saktuar. saktuar. E dyta është që në shumë Kjo është kryesorja. Po, në shumë qytete zhe janë plotësuar nga një dorë. Shumë flet votime. Bam, me kryqe edhe kanë kaluar. Unë jam e sigur që doktor Ali Mehmeti këtë informacion e ka, e posedon, e di shumë mirë që pritshmërit dhe zhgënjimi që ka shkaktuar tek partia e tij që pse nuk ishte të pritshmërit tona, është një gur dhe një as në mëng, por ajo që është pyetja kyçe që unë besoj që duhet të ekzistojë është që a janë rezultatet e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike një lojë e caktuar për të ndryshuar dhe për t'ia dhënë dikujt tjetër fitoren, zoti Ali Mehmeti. Sepse këtu luhet e gjitha. Nëse vërtet juve keni arritur, ju bashkë me disa të tjerë, keni arritur që t'i hapni këto, pra të ktheni diçka pas, pavarësisht se do t'jetë ajo. Se prapë edhe tani unë e shikoj që ka se ju jeni pothuajse të humbur, se i keni 7, i keni pro-qeveris, nuk është se ka diçka opozitar aty brenda, por mendoni që Në kolegj zgjedhor. ke kolegji po, ke kasi, kisha fjalë. Por gjithsesi, këto që ka ndodhur, që janë të filmuara, që ka raporte të shërbimit informativ, që ka raporte brenda ambasadës amerikane, që janë vepruar, është vepruar në këtë formë, që efekti karusel ka funksionuar në disa qytete, ku nuk ka pas dhe shumë vëzhgim, qoftë nga media, qoftë një kontroll institucional. Po ajo që është më e rënda është pikërisht shitja e komisionerëve në minutat e fundit dhe delegimi i votave tek një tjetër ka politik apo subjekt. Pra nuk është... Jo ka politik për mua. Më shumë brenda... Nuk është partia socialistë që ka marrë votat. Jo, ekziston një urdhër verbal që nga drejtues lartë Partisë Demokratike i kanë dhënë urdhër kryetarëve të degëve të tyre, të cilët sepse kryetarët e degëve voton në mënyrë të caktuar. Kryetarët e degëve janë ato të cilët caktojnë numëruesit, caktojnë komisionerët dhe i kontrollojnë ato. Kjo është. Dhe ky urdhër është, kjo është historia. Ti themi gjërat siç janë. Pra Zheca, e takon numërimit mes votës së dy kampeve kryesore, nuk është se komisionerët kanë bërë një lojë për të manipuluar rezultatin. Të paktën duke folur për dy partitë kryesore. Partitë e reja, pastaj që s'kan patë komisioner, ndoshta ka bërë diçka në kurrizë tyre. Problemi tani është për votën brenda partisë. Kush e numëroi votën brenda partisë? Një numërues për tavolim, por kandidati ishin 47 në Tiranë. Kush e ka përcaktuar numëruesin? A ka patur zonja Tabaku numërues më shumë se zoti Ali Mehmeti? A ka patur zoti Ali Mehmeti mundësinë të vërë në tryezë ndonjë numërues të tij besnik? A kanë mbyllur syt numëruesit e PD-s në një mënyrë të caktuar për ta orientuar votën nga zoti Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku? E kanë bërë këtë se kanë dashur vetë ta bëjnë apo se partia u ka kërkuar ta bëjnë? Këto janë çështje që zoti Ali Mehmeti do të na shpjegojë ne, pra dyshon që partia e ka tradhtuar, dyshon që vota zonjës Tabaku ka shkuar tek ajo në mënyrë të padrejtë, apo dyshon që është shpërndar tek të tjerët, apo mendoj që është shpërndar tek të tjerë duke i dhënë me shumë kandidatë. Po, që mund të ketë shkaktuar diçka tek Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku, absolutisht. Zoti Ali Mehmeti kërkon 2400 vota për të marrë një mandat në kurrizën e zonjës Tabaku. Sipas informacioneve të mi, Aslan Dojani ka të provuar që ka qenë njeriu i cili bëri të mundur hapin, sepse ankimimin e bëri Aslan Dojani. Po, zoti Dojani nuk është në shanset për të fituar një mandat. Tjetër gjë nuk ka rëndësi ajo. Hyn zoti Ali Mehmeti me 18000 vota në parlament. Nuk ka rëndësi fiton apo s'fiton. Dhe një votë ka pse të ndërsohet tash. Kjo është padyshim e rëndësishme, po flasim për një individ që ka marrë 18000 vota dhe thotë ka marrë më shumë se kaq. Kush ja mori? I takon Ilirën Mehmeti ta marrë 1000%, jo 100%. Nuk po them atë. Po them edhe nëse janë kandidatë është akoma më keq. Sigurisht që është keq çdo votë që është edhe një votë vetëm të diferencuar, por kur shkojmë tek momenti që individi ka marrë 18000 vota dhe nuk ka hyrë në parlament, kjo është një çështje me shumë pesh sa vota një kandidati i cili mund të humbur 100 vota, po prapë është humbës. Nga 155000 vota që ka marrë PD dhe opozita, i 136400 ka Ali Mehmeti me gjithë kandidatët e pavarur dhe 14000 ka galloshët të mbyllura. Ky është diskutim krejtë dhe pasaj për krasë, për dobishmëria listës së hapur, listën e mbyllur është gjithë tjetër. Është diskutim që ju keni shumë drejtë dhe Alimentet ka drejtë. Por unë Zheta kuptoj nëse gjatë këtij emisioni, nëse zoti Ali Mehmeti mendon që partia ka orientuar një vot kundër tij, një shpërndarje të gabuar votave, apo numëruesit janë shitur në favor të kandidatëve të caktuar. Ja t'japim kohë doktorit që na japi përgjigjen e vet ashtu si e doj. Që këtu ngritën shumë çështje. Po. Shumë prej çështjeve, unë mund të jap një përgjigje direkt
një çështje me qenë se ngriti zonja Llabani për çështjen e kolegjit zgjedhor. Duke qenë se Kasi ndroi vendimin e saj dhe ne ishim drejtu, mos gabojmë, të hënën kolegjit zgjedhor, tashti me stafin juridik do shohim a qëndron akoma apo ka rënë objekti i kërkesës që ne kemi bërë kolegjit zgjedhor, do të takohemi nesër në mënyrë që të neve shkojmë përpara në këtë drejtim. Kjo ishte përgjigje thjesht, sepse neve caktuam përpara se caktoi rinumërimi për Tiranën, kur neve nuk na u pranu kërkesa nga Kasi. Kur Kasi u kthy mbrapsht te kërkesa jon, duhet ta shohim juridikisht qëndron apo s'qëndron më kërkesa që ne i bëm kolegjit zgjedhor. Iku kjo, se duhet që të ishte e shpejt kjo. Sheve, neve nuk mund të jemi dot tek logjika ta diskutojmë çështje vetëm shkak nivel individual. Neve do ta diskutojmë çështjen këtu. Kemi neve, i kërkojmë neve 3 milionë kusur shqiptarëve që të votojnë ditën e zgjedhjeve. Nga këto të votojnë më pak se gjysma, po themi neve 1.600.000, 1.800.000 me radhë. Dhe kur vjen puna, ne duam që atë vot të numërohet ashtu siç është, qoftë brenda subjektit politik, qoftë brenda kandidatëve brenda subjektit politik. Në këtë sistem kështu siç është bërë e me radhë. Dhe nuk ka pikën e rëndësisë mandatim çfarë emri ka. Kjo është arsye pse edhe në kod, paktën kjo është gjë e mirë, mandatet numëroheshin përpara se të numërohen kandidatët. Pra ne nuk po i bëjmë mandatet me emër të përveçëm. Ndryshe nga siç e kishit komentit ju. Kjo është kjo pika e diskutimit. Kjo është hipokrizi. Jo, s'është hipokrizi. Ju mos mendoni që po e bëni betejën ju për fëmijët e mi i mësoj se ç'është e drejta. Dhe drejtën unë e jap me shembull. Po, por në politikën e hyrë për të fituar. Jo, ju pëlqen juve, s'ju pëlqen juve, do japim shembull. Dhe nëse duam të mbrojmë votat atyre njerëzve që na kanë votuar, mu tjetrën e me radhë, ne duhet të tregojmë që kjo mund bëhet dhe mund bëhet me rrugë institucionale. Dhe ku po bëhet? Se vetëm 2 javë përpara kisha gjithë skepticiteta s'ka për të bë kurrë, ja ku u bë. U mbyllën ato zërat. U harruan, pushun, nuk dalin më nëpër mediat që të ma thojnë më parë. Prisni. Do numërohen, do rinumërohen, do shohim se si janë, me të vërtet, se nuk ka probleme vetëm Partia Demokratike. Po nuk e tham këtë fakt. Ka probleme Partia Socialiste sa dush. Madje rinumërimi më shumë shanse ka për Partinë Socialiste të zbulojë gjëra. Urdhri erdhi Partia Socialiste, mos guxoni dhe kërkoni rinumërim. Po doktor, po firmën edhe punën asyve nuk do dhan për padin, ke shkuar në zyrë avokatie, doktor, nuk ke shkuar në Partinë Demokratike. Ne po flasim neve tashti fakte apo po flasim të lartë juaj që ju shkuat nga do të ndodhi pesë dhe çdo votë të interesuar është të mërshme dhe pikë. Votën ne duhet ta mbrojmë në çdo instancë. Por doktorit nuk ja pranoj të më thotë që unë nuk po shqetësohem këtu për mandatin tim. Ti mos e prano sa dush. Unë po t'ja përgjigjen. Ta pranoj këtë gjë sikur. Po mos e prano. S'ka problem. Po nuk e drejtën të bllokosh mu t'ja përgjigjen. Nuk po ju bllokoj, po e gjej me shumë kënaqësi. Po s'po më lën. S'ta kam dhënë akoma përgjigjen, s'e kam marrë. Kur ta mbaroj, mund të ketë drejtën të atë ndërhysh. Nëse neve fillojmë të japim një precedent, sepse ajo që tha me drejt zoti Sula dhe 21 nga po s'patëm precedent. Neve shkojmë dhe e trashim zullumin vit mas viti. Dhe kjo është e vërteta. Pra nëse ti mendon dhe shkon aty dhe thu, po punë e madhe si votojnë njerëzit, se në fund fare ne do i numërojmë se do i qesim vlefshëm pa vlefshëm. Çon si ka bëjmë to lojra dhe në tavolinë janë 4 numërues, nuk është 1, janë 4. Dhe mbi këta ka dhe vëzhgues të KZZ, sekretar, kryetar, ku di unë e tjerë nga KQZ-ja e me radhë, jo vetëm partive, ka edhe staf institucional shtetëror. Supozohet që duhet ishte edhe i far task force që nga thanë do bëj arrestimin tavolinë sa po të shofi prekjen e parë, u harrun gjithë to fjalë. Ikën këto. O i beson ose beson institucioneve tani. Jo, unë jam institucional, por nuk jam besimtar. Nuk vi nga një shkencë besimi, unë vi nga një shkencë fakteve. Unë gjykoj faktet. Fakt është që nuk bën asgjë nga ato që premtuan. Thoni ju. Dhe nga krau tjetër patëm 2 kryetar partish që veprun në mënyra diametralisht kundërta. Kryetari i Partisë Socialiste tha mos guxoni ti merrni videot. Kryetari i Partisë Demokratike tha çdo kandidat i joni është autorizuar publikisht i kërkoj dhe do ketë mbështetje maksimale. Këtë e keni me konferencë mediatike. Partia Demokratike ka mbështetur është Aslan Dojgjani. Se si ju personalisht keni shkuar në një zyrë avokatie për të kërkuar. Po e keni gabim se ju nuk e dini komunikimet tona. Jo, ndi shkresat që kanë në KQZ me fletë për fakte. Ti ke ardhur me një zyrë avokatie, nuk ke ardhur në Partinë Demokratike. Kur të pëlqen shkresat, shko ke shkresa. Kur pëlqen linja politike, shko ke linja politike. Linja politike është linja që mban kryetari i partisë dhe do doli publikisht dhe tha do mbështeten gjithë. Dy antarë të kasë të PD-s nuk votuan kundër jush doktor në atë Unë e kuptoj që faktet nuk të pëlqejnë, jo, më pëlqejnë po shumë faktet. fakti është që Tirana është në rinumërim. Më pëlqejnë dhe jo fal kërkesës suaj. Në momentin kur pacienti shpëton,
Oke, nuk ka rëndësi kush e shpëtoi. Po jo, ka rëndësi absolutisht. Sepse neve atë procedurë. Doktori bëhet doktor kur i pëlqejnë faktet dhe nuk hyn te politikanë kur nuk i pëlqen. Doktori përbaj se shoh që po jep benzinë zjarrit dhe nuk po lejohem që unë të përgjigjem. Për sa kohë lejon përgjigje, unë po e mbaj gojën mbyllur, flisni ju me qetësi. Mjekësia nuk është shkencë eksakte dhe ne këtë e dim, por në qendër të gjithë këtyre dyshimeve. Ndjes, Anduel, të lutem. Fakt është që Tirana është në rinumrim. Fakt është që ky proces... Po në qendër të dyshimeve është se vota e demokratëve, o doktor, jo vetëm demokratëve, është tjetërsuar, është sepse dhe numrimi mandatave. Jo nga kundërshtari. Është edhe i subjektit politik. Po nga vetë brenda. Ta shikojmë, ta shohin institucionet të. Ekziston kjo sipas jush? Ta shohin institucionet atë. Ne i kemi kërku KQZ-s. Kush do e shohë KQZ-ja? Kush do të shohë ato që do të shohin procedurën? KQZ-ja ka për të larë. KQZ-ja do përgjigjet për votën e emigrantëve. Edhe një herë. Sidomos shqiptarëve në Greqi. Domethënë ka çdo institucion dhe çdo parti dhe çdo hierarki dhe çdo forum ka privilegjet dhe përgjegjësitë e veta. Po mirë pra mirë. Meqense numrimin e votës e organizon KQZ-ja, të parin, ata kanë dhe përgjegjësinë e parë. Neve atyre u drejtohemi, na jepni videot, na i dham videot. Dakor. Apo jo, në KQZ si drejtojmë. Tashti ne KQZ-n e ftum, ta ribëj mirë, atë punë që se bëri mirë herën e parë. Jo, që se bëri mirë numërës tuaj, doktor. Jo, nuk e bëri KQZ-ja, e bëri mirë numëruesit e partive. Partia Demokratia po jemi numëruesit e partive. Kush apo i fkesën KQZ-s? Z-ja është disa kandidatë ndryshëm, jo Partia Demokratike, juve. Por shi partinë, si apo bëri partia? Partia ju e në mbrapa. Të njëjtën, por shumë si ka parë. Tani kom KQZ-s që është institucion. Zoti Elimi Meti, zoti Zhe, tha pak më përpara që është e pafaqshme që Shqipëria krahasim me Kosovën nuk i nxjerr rezultatet kaq shpejt. Unë po i drejtohem zotit Elimi Meti që partia jote dhe partia ime nuk ka besim tek asgjë, sepse kishte më shumë besim tek numëruesit e vet dhe nuk pranon as votimin elektronik e pranon, numërimin elektronik nuk e pranon. Sto. As numërim elektronik. Edhe në ato 3 deri 5 qarqe, të cilët tu tha nga ana KQZ-s, Tirana, ja 2-3 qarqe, Elbasani, Firit ishin Durrësi duket 4 qarqe më të mëdha, të cilët bajnë peshën më të madhe të numrit votuesve dhe të mandateve, do të kishin numërimin dhe votimin dhe numërimin elektronik. Dhe nuk do kishte probleme Ilir Elimeti sot. Që kemi pilotuar me kërkesë të PD-s. Tani këto kthehemi pra më tek tash. Tek numëruesit e vet s'ka besim PD-ja. Tani nuk do numërojmë numëruesit e vetë. Do marrë numërues part-time KQZ-ja. Tani ka besim nga administratat e shi? A e kupton dhe qëfar budalliku, qëfar papërgjeshmëria në mënyrë se si menojmë gjëra dhe... Unë mendoj që administrata nuk do që Ilir Elimeti të jetë fitues. Mirë edhe është më tjetë. Administrata varet në mbefije direkte indirekte nga majoranca. A varet nga majoranca me mbefije indirekte? Pa diskutim. Oke. Përse do një si Ilir Elimeti kundërshtar? Po për që të themo? Tani shumë për kodin. Po kështu për kodin. Qa ishte e votimit që bëri bashkë për doja përse shpete shpete? Po pra, me 26 korrik të vitit 2024, një turpizi... Tani që bërë ti gjitha dhe protest. Zoti Ali Mehmeti mos legjitimoj si kërkues për ta përkutit. Ndaj bashkuan vota, dhe kjo është politik. Doktori thot nuk ka ndodhur kjo. Zoti Zhe, unë pikërisht e kam mbret zërin dhe kam kundërshkruar, e kam votuar një vit për ka votuar kundër, 26 korrik 2024, pikërisht kjo ka qenë. Ky kodi, kam thënë, i ka fitore në tavolinë për Saja Rama. Ka marru. Ti po thuaj që partia është shkruar, partia nuk ishte me ty në 30. Mënyrë si e dinamika brenda. Një herë, disa mbyllur është gjë më poshtor. Një sekundë, disa mbyllur është gjë më poshtor, deformimi më i madh i votës së votuesve. Iku e tani. Po jo iku, se gatuar ka se do i vujmë neve, 4 vjet do i vujmë. Tani, nga to thosh kemi hap, po si ka hapi këtë? Nga 140, 97, 96, 97 i ketë të emëruar, dhe 43, 44, 23. Disa mbyllur është mos keshti mundësi që dalë si deputeti panvarur, bësh një listë panvarur politike, apo zoti Elimeti pandesh lista mbyllur. Ja. Po që të vrasi çdo alternativë në embrion. E ke gabim. Me diskutime, me debatat, me ty nuk konkuroj në këtë, njërit e tuaj respektoj. Unë e di nga brenda, di dhe debatat brenda grup parlamentar, di dhe debatat brenda juristëve të Partisë Demokratike, di dhe debatat brenda PS dhe PD-s, Damian Gjiknuari si përfaqësues i Partisë Socialiste, dhe Erbil Lybashi si përfaqësues i Partisë Demokratike, kur ka vajt propozimi nga ana e Partisë Demokratike
që ne duam listat e mbyllura janë lumturuar PSA-ja. Në një kohë që Damian Gjignuari propozimin diçka qenë, që t'ulit Dyshemeja nga 7.500-8.000 që ishte në vitin 2021. 6.000. Të shkotën e 6.000. Që të regonte që nga i pari listës mbyllur deri tek i fundi ishte rrezikuar nëse thyej Hersi, ulin e pragut Hersit, kjo ka qenë Bën një gjithë. prag natyral. Ta mbyll me kaq. Po mbylla se të kemi Por u publicitet. bë lista mbyllur për një arsye shumë të thjeshtë, dije e humbja dhe sot tash mas datës 12 mos flas njëri më. Jo, më nuk është se dije humbja, por ka qenë Po, regjim. jo dije. Dije më. Okej, adhe, do të kalojmë një hapësirë të vogël publicitare me Ujnë Qafshtama, Optika Luani dhe reklam dhe kthehemi për të vazhduar këtë temë, e cila vetëm sa është gërvishtur në 360 gradë. Pas pak.